personazhi i fundit që kam bërë. Domethënë që është shfaqur se kush e di se çdo ditë mund të bësh personazhe, po varet se sa dalin. Ndërsa Jakubi ka qenë ai i pari me cilin kam Jakub Kallini. Ajo në Kallini ka qenë domethënë gjatë imitimit, unë nuk e dija, unë kur e shkruajta Jakub, edhe i gjeta një mbiemër që do i përshtatej këtij Jakubit që vinte nga një zonë rurale Kallini, po. Edhe i vura Kallini se ato do kishte afër atë Kalliri, domethënë që dikush i thot Kalliri, dikush i thot ky thotë në Kallini. Edhe kur interpretua, ajo u dha si, domethënë doli kjo n-ja që nuk ishte e pashmangshme, që do e shkruaja pastaj, edhe doli në Kallini. Unë do bëj të pyetjen shqiptar, ku ke humbur, nuk kemi parë më kohë të fundit. Kur mësohesh me ekranin, është gjë tjetër dhe pastaj është gjë tjetër kur ti do ta rinisësh nga TikToku apo Instagrami, ndërkohë që të shkosh po prap aty, po them pak a shumë. Por që është vetë, ndoshta kam qenë duke grumbullu këtë kohë, kush i dihet për personazhet e reja, nuk e di se çfarë. Do të mund të rikthehesh. Po, absolutisht. Ajo është një gjë që do qëndroj gjithmonë ke unë ashtu siç ke çdo artist që jo vetëm ka bërë humor, por ka dhënë, mendoj se gjatë gjithë jetës je i tillë, pavarësisht se sa të jepen mundësitë apo jo, mendoj se është e gjitha çështje mundësish, edhe dëshire pak a shumë, varet se si do e shohësh, por që Unë jam Benardi dhe këtë episod dhe të gjithë prodhimet tona të tjera i gjeni në kanalin tonë YouTube andale.al. Shkoni aty dhe bëni subscribe.